Për më shumë se 2 javë, Fatos Nano ka qëndruar në vëzhgimin e mjekëve dhe ditën e sotme, zemra e tij ka pushuar së rrahuri. Edhe pse familja bëri çdo gjë për ta mbajtur në jetë, madje për të vëzhguar gjendjen e tij, u morën edhe mjekë të huaj, duket se sëmundja triumfoi mbi jetën. Mjekët e spitalit privat janë shprehur se Joana ditë e natë ka qëndruar pranë tij, edhe në orët e mbrëmjes ajo qëndronte pranë Nanos, por sot Joana duket se është dorëzuar. Miqët e afërm kanë qenë pranë saj për ta ngushëlluar e për të qëndruar pranë. Edhe pse e dinte që gjendja e Fatosit nuk ishte e mirë, mjekët janë treguar shumë të matur për t'i dhënë asaj lajmin që ajo nuk donte kurse si ta dëgjonte. Burime pranë familjes Nano tregojnë se Joana është shprehur se Fatosi nuk duhet të ndahej kaq shpejt nga jeta. Ai duhet të jetonte për të, për fëmijët e tij dhe për çdo njeri që e donte dhe e vlerësonte. Si mund të mësojmë të jetojmë pa të? Te Fatosi gjeta njeriu në jashtëzakonshëm, njeriu në zgjuar dhe të mençur, që mund të më jepte një këshill të zgjuar në çdo kohë. Nano është një nga politikanët më të rëndësishëm të vendit në periudhën postkomuniste. Ai ka lindur në 16 shtator 1952 në Tiranë dhe u diplomua për ekonomi politike në vitin 1974. 10 vite më vonë, u emërua si studiues i problemeve social-ekonomike të vendeve të bllokut lindor në Institutin e Studimeve Marksiste-Leniniste në Tiranë, nën varësinë e Nexhmie Hoxhës.